Lidhja demokratike e shqiptarëve në Maltezi po ndjek me shqetësim të madh zhvillimet më të fundit në Kosovë. Operacionet e okupatorit serb në Drenic synojnë të krijojnë një panik dhe shprehje të shqiptarëve nga tokat e tyre stërgjyshore. Kjo parti thekson se mos angazhimi i faktorit ndërkombëtar ka inkurajuar regjimin e Beogradit që të ushtrojë barbarinë e tij mbi popullatën civile në Drenic. Po lidhur me ngjarjet në Kosovë është prononcuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të shqiptarëve në Maltezi Mehmet Bardhi. Ai pasi dënon dhunën serbe në Kosovë, apelon te organizmat ndërkombëtar, veçanërisht te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që të angazhohen seriozisht rreth çështjes së Kosovës. McCarry, zëdhënësi i Pentagonit, shprehet lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë disa opsione të vlefshme në fushën ushtarake me të cilat mund të procedojnë. Me këtë rast ai theksoi se në vitin 1992 presidenti Bush i kishte thënë Miloševićit se në rast të konfliktit në Kosovë të shkaktuar nga ndërhyrja serbe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdorin forcën ushtarake kundër Serbisë. Zyrtarisht, tha zëdhënësi i Pentagonit, kjo politikë amerikane s'ka ndryshuar.